me 31 janar në Toronto, Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Kanada zhvilloi një ceremoni solemne mirënjohjeje kushtuar atyre që me përkushtim, përgjegjësi dhe dashuri për atë dheun kanë kontribuar në gjallërimin e jetës kulturore dhe komunitare shqiptare në diasporë. Ceremonia u drejtua nga ambasadorja zonja Artemis Costa Malo, e cila ndau certifikata mirënjohjeje në kuadër të aktiviteteve të zhvilluara me rastin e 113 vjetorit të pavarësisë së Republikës së Shqipërisë dhe muajit të trashëgimisë shqiptare në provincën e Ontarios. Vlerësimet ju akorduan artistëve, përfaqësuesve të bizneseve dhe personaliteteve të komunitetit, të cilët me prani të vazhdueshme, kontribut të çmuar dhe frymë dhe dashurie, kanë qenë shtyllë e promovimit të vlerave, kulturës dhe identitetit shqiptar në Kanada. Në emër të kombësisë, në emër të nderit dhe të imazhit që ju e përfaqësoni me dinjitetin më të madh edhe më të mirë kudo ku ju aderoni. Unë jam shumë krenare se më keni lehtësuar peshën e madhe që të nderoja dhe të përfaqësoja shqiptarinë, dhe këtu them shqiptari, Kosovë dhe Shqipëri bashkë, sepse nuk është e lehtë që të përfaqësohesh në një vend kaq të madh dhe me kaq shumë diversitet etnik si Kanadaja, dhe të mos lësh asgjë pa përmendur nga kaq shumë virtyte që kemi ne shqiptarët. Nuk është se unë kam një historik shumë të gjatë të aktiviteteve të secilit nga ju, por atë historik që kam arritur të mbledh më ka prekur edhe ju jam personalisht shumë përgjli dhe shumë e përullur se jo kushdo e kthejnë kokën pas nga rrënjët. Ata që e kthejnë kokën dhe që e mbajnë Shqipërinë me vete kudo që janë vërtet ambasadorët më të mirë. Dhe ju jeni vërtet ambasadorët më të mirë për shqiptarin tonë, kudo që jeni. Unë dua t'ju falenderoj nga zemra. Mirënjohja për shërbimin ndaj kombit është e thellë dhe nuk mund të kufizohet në emra, ishin disa nga fjalët e ambasadores. Por megjithatë, kjo ceremoni shënoi një moment institucional vlerësimi për disa nga bashkëpunëtorët më të angazhuar të komunitetit shqiptar në Toronto për kontributin e tyre në aktivitetet kulturore dhe kombëtare gjatë vitit 2025. Angazhimi i tyre, veçanërisht gjatë muajit të trashëgimisë shqiptare, dëshmon se identiteti ruhet jo vetëm me kujtesë, por me vepra, me bashkim, përkushtim dhe përgjegjësi ndaj rrënjeve tona. Ceremonia u mbajt në ambientet e bashkësisë shqiptaro-kanadeze në një atmosferë dinjitoze reflektimi dhe respekti për punën e bërë ndër vite në shërbim të komunitetit shqiptar në Kanada. Certifikatën e parë e kam në emër të shoqatës. Dua t'ju falenderoj nga zemra, sot këtu jeni një pjesë e bordit, besoj. Ju keni qenë bashkëpunëtarët më të mirë të ambasadës dhe jo vetëm të ambasadës, jam e sigurt që keni qenë një folej, një derë e hapur si shtarekse për 35 vite, po unë ju kam njohur këtë vit. Kështu që më lejoni që t'ja jap presidentit të shoqatës certifikatën e mirënjohjes, që është një gjë shumë simbolike, por besoj se në vijim do të kemi bashkëpunime shumë të bukura, na pret një kalendar i mbushur plot me aktivitete. Dhe ne do shkëlqejmë prapë. Faleminderit shumë nga zemra. Faleminderit shumë ty. Tani kam një zonjë që dua ta falenderoj personalisht, pavarësisht se është antare e bordit edhe është pjesë e juaja. Unë dua ta falenderoj për gatishmërinë që na ka treguar, për dashurinë që na ka treguar. Edhe zakonisht nuk më ka ndodhur kur kam ardhur këtu që njerëz që s'më njohin fare të më thonë që ambasadore hap goja, na thuaj me se do të ndihmojmë që gjërat të bëhen bukur, që gjërat të bëhen mirë. Faleminderit shumë Bruna. Kjo është për ty. Nuk po e citoj fiks se çfarë asistencë ke dhënë, por për ne ka qenë vërtet një ndihmë. Faleminderit shumë. Faleminderit ty, sukses e paç. Faleminderit. Po. Është një vajzë, një talent i fshehur që e zbuluam, po do ta mbajmë fort këtë vajzën. Ajo është pjesë e artistëve, keni shumë artistë në familjen tuaj këtu. Ajo është Klea Çani. Klea është një violiniste fantastike, edhe është edhe pjesë e Albanian Youth. Edhe ne këtë vit e kemi quajtur viti i rinisë dhe i ekonomisë, kështu që ti je një nga përfaqësuesit e këtij viti për talentin që ke, edhe për gjithë performancën fantastike që ti ke. Edhe vullnetarisht. Kështu që kjo është për ty e dashur, edhe suksese pafund tash. Një tjetër talent,
talent që ju e dini që është talent, po unë e zbulova vonë. Një vajzë që me zërin e saj mua më ka prek shumë edhe është nën, edhe sot ka dalë Bjonin këtu me vete. Tringa e dashur, unë dua të falenderoj pafundësisht. Tringa përveç të kënduarit me melodi, këndon edhe pa melodi himnin edhe në 2 gjuhë. Edhe i qanë, të falenderoj shumë. Ta jap ty unë, ta jap unë ty këtë. Jo se do na e prish. Albi. Tani kam një falenderim special. Këtu fjalët janë shumë të pakta, po mes jush kam gjetur një zonjë që vjen nga një zonjë, që ka një origjinë, jo vetëm zonja është edhe fisnikërie, po e përfaqëson me dinjitet të gjithë origjinën e saj, të gjitha çfarë ka trashëguar nga zonjat që e kanë rritur edhe dashurinë që ka dhe e përcjell më së miri në mënyrë kombëtare. Jo thjesht vullnetarisht edhe personale, po në mënyrë kombëtare. Unë falenderoj shumë, falenderoj dhe që erdhët me aq shumë dashuri dhe na prezantuat dhe zonja të gëzuan shumë. Unë jam shumë e lumtur që më është dhënë mundësia, unë jam e bindur që ka shumë njerëz, ka shumë zonja dhe zotrinj që duan të bëjnë gjëra shumë më të mëdha dhe koha është shumë e limitizuar. Faleminderit Zotit më dha mundësia dhe shembujt në komunitet i kemi shumë të bukur. Shumë. Kështu që kemi shumë tani. Shqyqyshi i kemi. Shqyqyshi ju gjeta. Falenderoj shumë nga zemra, Xhemi Agaj. Shumë respekt, faleminderit shumë. Besoj që do vazhdoj punën që shka për komunitetin gjithmonë çdo kohë dhe faleminderit për prezencën dhe për misionin bashkëpunos Amazon. Faleminderit ty. Një energji që na bën gjithë bashkë që ka shumë. Kjo është për ty edhe për gjithë fëmijët e tu. Po. Nuk bëhet asnjë. Patjetër. Jo, këto janë bukuria, këto janë ardhmja e komunitetit tonë shqiptar. Fantastik. Çuna si ke sjellur, po s'ka gjë, do t'i sjellësh më vonë. Po faleminderit. Dhe juve gjithmonë. Faleminderit ju. Edhe të gjithë emocionin edhe jam e sigurt që kemi shumë festa para shumë, kështu që do të lodhemi që. Një certifikat e kemi ndarë në 2, sepse doja të ta veçoja iniciatorin, njeriu që na ka ftuar, njeriu që më ka kontaktuar ditë-natë, njeriu që më ndonjëherë më kujton edhe pjesën time artistike që unë e harroj, dhe ma vënë në pa edhe më thot, ambasadore, nuk e di po ti dikur duhet kesh qenë shkrimtare, poete, se qa më thot gjëra që mbasi, nuk e di. Kështu që unë të parin duhet falenderoj Gojardin, pastaj bashkë me Gojardin kam një certifikat mirënjohje për Alp TV. Faleminderit. Po duhet të vish këtu dhe dikush të merret me atë pjesë. Kemi lënë gjëra pa mbaruar. Po unë me Zotin para, kjo është mirënjohja simbolike që unë mund të kem ndaj teje, se që kur kam mbrit në Kanada, ke qenë kudo gjendur me kamerën tënde, pas nesh, para nesh. Për herë do jenë. Faleminderit shumë. Kjo është certifikata për ty dhe kjo është për Alp TV-n, kështu që ti di vetë pastaj se në cilat korniza i vë. Faleminderit ty. Një tjetër vajzë që si vjet ishte shumë e angazhuar dhe unë e dija agjendën e saj, është Ana Golja. Ju e dini, unë sado që të flasëm për Anën, është e kotë, se Ana është VIP, është e famshme. Ana na ka mbështetur edhe është shumë e lumtur të na mbështetë sa herë që ne kemi nevojë për të promovuar çdo detaj shqiptar dhe shumë shpejt shpresoj që ajo të jetë edhe një qytetare shqiptare, sepse nuk e ka marrë akoma pasaportën. Kjo veprimtari u regjistrua nga televizioni shqiptar në Kanada, Alp TV Kanada, i cili vijon të promovoj artin, kulturën dhe jetën komunitare shqiptare në diasporë. Ditën e shtunë, më 31 janar, në ambientet e konsulatës së përgjithshme të Republikës së Kosovës në Toronto, u çel ekspozita e piktorit shkodran Altin Muçiqi, një ngjarje kulturore që solli ngjyrat, emocionin dhe shpirtin e artit shqiptar më pranë komunitetit në Kanada. Ekspozita u realizua me mbështetjen e konsullit të përgjithshëm të Republikës së Kosovës, zoti Kadri Dakaj.
Faleminderit Alma, përshëndetje të gjithëve, e nderuar ambasadore e Shqipërisë në Kanada, zonja Malio, dashur Artemis, të nderuar kryetar të shoqatave, përfaqësues të bashkësive fetare shqiptare, faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen dhe kohën që sot keni ndarë me që t'jeni me ne së bashku. E nderuar zonja Edmira, e nderuar zoti Altin Muzhiqi, artisti joni i mirënjohur nga Shkodra, faleminderit që keni ardhur sot në konsulatën tonë, në shtëpinë tonë të përbashkët dhe na keni zbukuruar këtë ambient me këto piktura fantastike. Jam shumë i lumtur që sonte kemi në mesin tonë, edhe që artin, pikturën edhe punën tonë e ndajmë me komunitetin tonë shqiptar në Toronto dhe më gjerë. Kemi përfaqësues nga shoqata nga Vizdori, nga Montreali, po ashtu përfaqësues tjerë që vinë nga shoqata këtu në GTA edhe nga Londoni, Hamiltoni edhe gjitha që janë këtu prezent. Andaj është një punë mirë kur ne jemi krenar që për pos gjitha vështirësive që na ndodhin ose angazhimeve tona me komunitetin, ne në komunitetin ton kemi kaq artist, kemi kaq talent, kemi kaq muzikant, profesionistë të gjitha fushat dhe që vërtet e ndim veten krenar kur i ndajmë këtu elemente me gjithë juve dhe kur kemi çka prezantojmë. Andaj faleminderit. Faleminderit shumë, mirëmbrëma të gjithëve, urime Altin, urime nga zemra. S'kishte ndodhur të ndryshe një shkodran nga qyteti i djepit, të artit dhe të kulturës. Patjetër ju jeni një familje me talente me sa morë vesh. Kështu që na bëni dhe ne krenar dhe na leksionin nderin për të ngritur lart gjithë aftësitë që kanë shqiptarët në përbotë, sidomos tonë Kanada. Unë u ngroha, si tha dhe Kadriu, me ngjyrat që pash këtu, nuk jam artiste dhe nuk, megjithëse Gojardi më thotë që je artiste, po në fakt nuk di të pikturoj, po ajo që vura re sot ishte kombinimi që ke bërë në tablot e tua të njëjtës fragrancë ngjyrash. I ke në të njëjtën familje ato ngjyra dhe tek tuk të pikas ajo ngjyra që ta thyen syrin edhe të fut të mendosh se çfarë ke dashur të përshkruash. Unë pash disa pamje që më sollën në memorien time Shkodrën, po pash edhe një pikturë shumë të bukur këtu nga pas që për gjithë ne ka shumë kuptim edhe shumë simbolik. Të uroj nga zemra suksese, i shtofsh punët e tua, ti ke qenë në ambasadë, ke bërë ekspozitën tënde pas mikpritjes që na bën gjithmonë Kadriu këtu, je i mirëpritur sërish me veprat e tua të reja, me punët e tua të reja, që të vish në ambasadë ta bëjmë ekspozitën sërish edhe aty, sepse sigurisht shqiptarët e Kanadas janë hapur në të gjithë Kanadan, kështu që edhe aty do të kemi nderin edhe kënaqësinë që të ftojmë shqiptarët jo vetëm nga Ottawa dhe nga Montreali sigurisht, po ta mbajmë ekspozitën të hapur për sa kohë do të kenë nevojë që shqiptarët që na vizitojnë edhe në sektorin konsullor edhe me këtë rast të shikojnë edhe të gjithë punën tënde. Të lumshim duar, të urime edhe gjithë mira, të prifte mbara. Faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve, ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Unë kam shumë emocione, nuk kam i gojës. Flas edhe fakt Shkodran që nuk e di. Por në radhë parë desha falenderoj konsulatin e Republikës së Kosovës, veçanti zotin Kadri. Falenderoj shumë për ftesën. Ne jemi nderuar, edhe njëkohësisht është i shtyse madhe për mua që do të fokusohem më tepër në pikturë. Në ollën të 16 vite në Kanada, 2-3 vitet e fundit jam fokusuar shumë në pikturë, sepse siç e dini çdo amerikan ka vështirësitë e veta. Piktura jeme është, unë kam kryer liceun në Shkodër, po pasi se kam pas fatin e mirë që kam bashkëpunu me piktor që sidomos të ndjerin Ismail Lulani, ndoshta ja kam kopju i fije ngjyrat, sepse nga Ismail Lulani janë inspiru shumë dhe shumë piktor në Shkodër. Kam pas fatin sepse unë kam pas edhe kushi. Për piktorin Altin Muzhiqi, kjo ishte ekspozita e parë në Kanada. Të pranishmit patën mundësinë të njihen nga afër me veprat e tij, të bashkëbisedojnë dhe të marrin autograf në një klimë të ngrohtë, miqësore dhe frymëzuese. Ekspozita u pasurua artistikisht edhe nga një performancë live e këngëtarit të muzikës klasike, Ledor Babatinca, interpretimi i të cilit i dha mbrëmjes një dimension të thellë emocional dhe estetik.
Në përmbyllje të aktivitetit, të ftuarit shijuan një koktejl dhe ushqime tradicionale shqiptare, duke e mbyllur këtë mbrëmje arti në një atmosferë dinjitoze, mikpritse dhe kulturore. Kjo veprimtari u regjistrua dhe u pasqyrua nga televizioni shqiptar në Kanada, Alb TV Kanada, i cili vijon të promovoj artin, kulturën dhe jetën komunitare shqiptare në diasporë. Të njëjtën, në 29 janar, Albanian Canadian Excellence Society organizoi në Hart House, Universiteti i Torontos, një bashkëbisedim me Jim Beqaj, rekrutues korporatash, trajner ekzekutiv, autori librave më të shitur dhe folës në TEDx. Në këtë bisedë që nxiti shumë interes, Jim dau eksperiencën nga dekada përvojë në punësimin dhe këshillimin e drejtuesve në të gjitha industritë. Diskutimi u përqendrua se çfarë do të thotë vërtet të punësosh në mënyrë të zgjuar dhe të udhëheqësh fort nga ndërtimi i ekipeve me performancë të lartë deri te kultivimi i mendësisë së duhur të leadershipit dhe kulturës organizative. Ndërsa bizneset shqiptare në Kanada rriten dhe më shumë antar të komunitetit ton hynë në role ekzekutive dhe vendimarrëse, kjo seancë ofroi mësime praktike dhe në kohë për pronarët e bizneseve, udhëheqësit dhe profesionistët e rinj. Eventi u pasua nga një koktejl që ofroi një mundësi të shkëlqyer për të takuar dhe biseduar për antarët e ACE dhe të ftuarit e tjerë, për të zgjeruar rrjetin e tyre dhe për të nisur vitin 2026 me ide të frytshme.